Mirdita të gjithëve. Donald Trump publikoi listën e të gjitha ndihmave sociale për çdo kombësi në territorin amerikan. Çfarë po ndodh? Tani do t'ju tregoj versionin tim, pastaj më thoni ju dhe ju që jetoni në Amerikë, nëse kjo analizë që bëj unë është e sakt ose jo, dhe do të dëshiroja një komentin tuaj, ju që jetoni në Amerikë, por edhe ju që nuk jetoni në Amerikë. Atëre, për ata që nuk e din, Donald Trump ka publikuar një listë të ndihmave sociale që bën Amerika për çdo kombësi. Tani, për emigracionin, or dhe ata që gjenden aktualisht në Amerikë. Dhe kryeson Maroku me rreth 48%. Çfarë janë këto ndihma? Pastaj vjen Kosova dhe pastaj tjerë, pastaj Shqipëria. Tani, çfarë janë këto ndihma? Për ata që nuk e din, të gjitha vendet, edhe në Itali, në vendet tjera, marrin ndihma sociale ata që kanë nevojë. Pra, nevojtarët kanë nevojë, nëse nuk punojnë, duhet të kesh disa kritere, sepse kriteret fillojnë, për shembull, duhet të kesh të paktën në Itali, duhet mos të kesh shtëpinë tënde, të jesh me qira, të tregosh një buxhet financiar vjetor, të kesh një buxhet financiar vjetor të ulët, etj. Dhe këto, sipas kritereve që ke, të ndihmon shteti dhe të jep një X, për shembull, për të mbijetuar. Dhe për ata që nuk e din, në Amerikë, unë këtë e njihja si fenomen më përpara, por nuk isha thelluar, por nuk e dija që kishte kaq përqindje të lartë. Tani, kanë dalë disa që japin disa informacione, disa që jetojnë në Amerikë, që thonë nuk është e vërtet, mirë po, ato statistika që kanë nxjerrë Donald Trump, unë mendoj që janë të rregullta, pra janë reale. Nuk besoj që janë gënjeshtër, për më tepër ai është, përveç se është një president, por ai çfarë kërkon të bëj, sepse ky është thelbi i bisedës. Unë mendoj që me shumë shpejt e para një që pikërisht ai nxori listën pasi frenoi vizat të 75 vendeve të botës, mes tyre dhe Shqipëria, Kosova, etj. Tani, ku qëndron problemi? Thash, unë do t'ju tregoj analizën që mendoj unë, pastaj më thoni unë nëse unë kam të drejtë ose jo. Analiza është kjo. Një botë që po ecën përpara vetëm me ndihma nuk mund të shkojë shumë larg, sepse duhet të dini që buxheti i borxheve të gjithë planetit është 325 trilion dollar. T'ja u përsëris prap? 325 trilion dollar borxhi botëror. Dhe Amerika ka shumë pak, ka një pjesë të vogël, por doja të thosha me këtë. Ku shkon bota sipas jush, ku do të shkoj bota sipas jush me një borxh të tillë? Është një borxh i pa shlyeshëm. Sepse në qoftë se ne gjithmonë shtohet, merreni me mend që ishte 100 para 3-4 viteve, ishte 150 e ca trilion dollar dhe në fund të vitit 2025 ka shkuar 345 trilion dollar. Është një shifër që nuk mundet të shlyhet për të vetmen arsye që bota me fjalë popullata shtohet dhe bota ecën përpara. Dhe ato nevoja që kanë njerëzit është tepër e vështirë që të përmbushet. Dhe çfarë mendimi them unë, çfarë mendimi mund të ketë patur Donald Trump që ka bërë këtë publikim? E para, në qoftë se është vështirë që të ecet përpara, të gjitha shtetet duhet të mobilizohen sipas tij, sipas mendimit të tij, sepse po e bëjnë që të gjitha shtetet, dhe po mundohen që të reduktojnë ndihmat sociale, që të bëjnë ç'është e mundur që të rrisin vendet e punës. Po si do rriten vendet e punës në qoftë se unë po i jap vetë përgjigjen, pastaj më thoni ju. Si do të rriten vendet e punës ku ndërkohë bizneset e vogla janë zhdukur, pothuajse po zhduken çdo ditë. Dhe për më tepër, me teknologjinë që kemi, ne po e heqim, po e eliminojmë pa e kuptuar krahun e punës. Sepse teknologjia bën që, me një fjalë, traktorat në fush. Çfarë bën traktorat? Në kohën e Enverit, nëse mbani mend, punonin që të gjithë. Pse? Sepse punonin me punë krahu. Mirë po traktori i reduktoi, sepse një traktor punonte sa 10.000 njerëz. Me një fjalë, nëse do futeshin aty 10 njerëz të punonin, e bënte traktori brenda një dite. Dhe me një traktor ti ke hequr 10.000 njerëz. Tani,
normal që duke ecur përpara, bota ka nevojë edhe për teknologji. Po pyetja është, si do haj populli? Atëre, këtë përgjigje do ta gjeni ju vetë. Sepse në qoftë se populli mbetet pa ngrënë, në qoftë se populli nuk ka një punë se ku të nxjerrë të ardhurat financiare, sipas jush, çfarë fundi mund të ketë populli? Pra, atë që po bën Donald Trump nuk është se është diçka e re e para, dhe e dyta, po bën diçka që do ta bëjnë që të gjithë, sepse janë të detyruar. Pra, gjithë bota detyrohet që të heqi ndihmat sociale, të zhduki ndihmat sociale, sepse nuk mundet. Si do mbijetoj një shtet? Në fakt, në Itali i hoqën, e bën për një farë kohe dhe e hoqën. Jo të gjitha, por pjesën dërmuese, atë që ishte para 2 viteve që ndodhi problemi. Edhe disa vende tjerë, di që Gjermania e ka, pagon, ka hequr një pjesë të madhe, por doja t'ju pyesja juve shtet më shtet. Ju që jeni për shembull në Gjermani, ju që jeni në Zvicër, edhe në Zvicër, ndonë se Zvicra është nuk bën pjesë në Komitetin Evropian, por doja t'ju pyesja sepse në të gjitha këto shtete ka gjithmonë ndihma sociale, por ndihma sociale me kalimin e kohës do reduktohen. Pikërisht pra, sepse nuk mundet që të eci kështu bota përpara. Në qoftë se nuk ka krah punëtore, në qoftë se nuk ka punë, si do prodhojnë njerëzit, dhe kështu që janë të detyruar që t'i ushqejnë njerëzit. Mirë po, t'i ushqesh njerëzit, sa do t'i mbash? Pra, në qoftë se buxheti i borxheve ka shkuar 300%, si do t'i mbash njerëzit që tani janë 8 miliardë, por pas 5 viteve, 10 viteve, janë 10 miliardë. Si? Pra, atë që ka menduar Donald Trump, për mendimin tim, e ka menduar mirë. Por, nga ana tjetër, sepse do ta bëjnë që të gjithë këtë, por nga ana tjetër ka edhe probleme të tjera, siç u thash. Dhe këto probleme të gjitha do zgjidhen vetëm në një mënyrë. Pra vetëm do e gjeni ju se çfarë si mund të zgjidhet një problem i tillë. Pra, do bëjmë edhe një analizë tjetër, një sintezë të shkurtër të kësaj analize. E para, që ta kuptojnë të gjithë. Jemi në një shtëpi, në një familje, dhe një familje ka, si ta them unë, 10 pjesëtarë të familjes. Dhe ne jetojmë me borxhe, 10 pjesëtarë të familjes, por me kalimin e kohës, shumë pjesëtarë të familjes shtohen sepse lindin fëmijë të tjerë dhe ka nevojë për të ngrënë. Njëkohësisht ne vazhdojmë të jetojmë me borxhe. Dhe nëse nuk ka punë atje jashtë, si do të jetojnë? Pra përgjigjen do ja lë juve. Tjetra, që është e fundit fare dhe do t'ju lë, sepse është për të diskutuar, është një moment vërtet delikat i gjithë planetit, jo vetëm i Amerikës. Atëre, Donald Trump frenoi vizat, pra të 75 vendeve, pikërisht pra, sepse thot, unë këta që kam këtu dhe jam i detyruar që t'i ndihmoj, këta që kam, dhe i ndihmoj deri në 47%. Pra 47%, nëse janë 100 veta, për shembull, në Amerikë, 47 prej tyre ai i ndihmon me ndihma sociale. Si do t'ja bëj unë, thot ai, nëse do vinë të tjerët? Kjo është arsyeja që ka ndaluar vizat në shumë shtete. Dhe unë mendoj që në qoftë se nuk do të zgjidh këtë problem, ai së pari do ta zgjidh këtë problem. Do t'ju them se si. Do ta frenoj. Se si do jetojnë njerëzit, këtë nuk e di, thash do pres nga ju përgjigjet tuaja. Por me kalimin e kohës, të gjithë ata që do shkojnë, për mendimin tim, që do shkojnë në Amerikë apo ku do qofshin, sepse do ta bëjë edhe Evropa këtë, janë të detyruar. Të gjithë ata që do shkojnë janë të detyruar që të kenë disa kritere të sigurta kur të shkojnë në vend. Pra nuk mund të shkojnë aty dhe të kërkojnë ndihma sociale. Pra të sigurta të një pune, të një buxheti që kanë ata vetë personalisht e tjere. Si do t'i kenë, si do t'a gjenë, nuk e di, por këto do t'jenë kriteret e së ardhmes, sepse viti 2030 erdhi, nuk është asgjë gati, është një rrëmuj i gjithandej dhe janë të detyruar, siç ju thash, për mendimin tim që të sillen në këtë formë. Megjithatë, pres komentet tuaja. Ju që gjendeni në çdo shtet, a ka ndihma sociale në atë shtet përkatës, ju lutem, një koment të shkurtër që ta diskutojmë. A ka ndihma sociale dhe sa
ndihma japin në euro dhe sa përqindje të shqiptarëve marrin ndihma të tilla ose të huajve në përgjithësi. Pres komentet tuaja. Ditë mbar.